Puthja mes Brikenës dhe Mateo sigurisht që është një nga momentet më pikante të prajmit të së martës që ka bërë xhirën e rrjeteve sociale me miliona shikime, me qindra komente për këtë afrim të dy personazhve që janë parë kohët e fundit që të kenë më shumë afërsi dhe më shumë drejt asaj që do të shihet krijimi i një çifti në shtëpinë e Big Brotherit. Sigurisht që kishte një lloj tregimi të emocionit të Brikenës, edhe pse ajo nuk e shpreh me fjalë apo e shpreh edhe më së shumti me letati me ndjenjën dhe pëlqimin që ka për Mateon. Mbrëm në prime të gjithë ne e pam se si ajo kishte një drithërim, kishte një emocion, kishte diçka që tregonte një vërtetësi. E kam parë të vërtet në të gjitha qelizat e saj Brikenën dhe padyshim raporti që ajo ka me Mateon dhe ky fundit që ka me Brikenën është një raport jo në kuadër të lojës, pasi do t'i kishin bërë veprimet edhe më herët, por është një rinjoje, është një ritakim dhe është një situatë e cila po vijon me hap pas hapi, step by step, dhe sigurisht që audienca është mësuar edhe me Big Brother të tjerë ku gjërat mund të përshpejtojmë dhe të kemi çifte që krijohen që në javën e dytë, javën e tretë, por gjë që nuk po ndodh me Brikenën dhe me Mateon. Këto po e marrin të dy hapas hapi, edhe pse Mateo ka qenë ai gjithmonë që ka dashur të ketë këtë lidhjen me Brikenën, kurse kjo e fundit ka dashur kohë, ka dashur që të ndjetë më i sigurt. Stenaldo doli nga shtëpia si pasojë nominimi kokë më kokë me Mateo, dhe nëse do të shikojmë të gjitha sondazhet në të gjitha platformat, padyshim që Mateo ishte në avantazh për të vijuar garën, se shihet edhe një pretendent, padyshim edhe pjesë e finales do të jetë, por nuk më pëlqeu një lloj viktimizimi që u pa më pas në rrjet, se jemi ne ata që kemi votuar masivisht në çdo sondazh që ka qenë edhe është pa para në rrjetet sociale për të vazhduar Mateo. Pse nuk ishte më shumë njerëz për të votuar për Stenaldon? Kjo është një pyetje që kërkon një tjetër shtjellim, se çfarë do publiku dhe çfarë nuk do në një format si Big Brother. Por më pëlqeu një lloj çasti pozitivi që kishte paraditën e sotme Luizi, që hodhi një video duke treguar që ishte takuar me Stenaldon, edhe si gjithmonë me ato dozën e tij të humorit nuk e la pa ngacmuar dhe pa provokuar dhe Stenaldon kur ishin të dy në makinë. Duke u mbetur tek Stenaldo, padyshim që solli një frymëzim, solli një shembull, por jemi ne ata që kemi penalizuar dhe i kemi veshur atit atë shiritin e njeriu të frymëzues, dhe e kemi parë deri këtu. Nuk kemi shkuar brenda lojës së tij, nuk e kemi komentuar, nuk është parë dhe nuk është gjykuar për atë që ai ka bërë për gati 3 muaj në shtëpinë e Big Brotherit. Edhe po dëgjoja një bisedë midis banorëve, midis Smirit dhe Rogertit, që produksioni ka ruajtur, nuk e ka nxjerr ato gjërat, videot apo dhe situatat që ka pasur, por nëse ne do duam që ta pranojmë të barabartë Stenaldon, se ai ka dhënë dhe një shembull që nuk e ka kërkuar kur viktimizimin dhe kur nuk ka dalë nga goja e tij apo e të tjerëve sa gjyna për atë që ai është dhe për pamundësinë e tij për të shikuar. Por sidoqoftë këtë gjë ai e ka kthyer në forcë, por duhet që edhe ta shikonim si lojtar, si njeri, edhe të ishte i barabartë mes barabartëve në këtë Big Brother, ku tregoi që forca e tij është tek fjala, është tek shqisat që ai ka për të kuptuar dhe për të perceptuar gjërat. Sigurisht që Prime kishte edhe dinamika të tjera, u diskutua për Mirin që është zbehur, që është kthyer në një vegël e Rogertit, ato kunjat e Monikës që e çuditshme, tha ku është Miri, nuk pa e shikoka Mona ku është Miri, edhe pse për gjatë 3 muajve e ka mbrojtur mikun e saj dhe ka treguar pa problem që ka njohje miqësi të hershme dhe është parë si një lloj opinioniste mbështetëse e Mirit, por që Prime e fundit e ka kritikuar, i ka dhënë dhe ndoshta sinjale për të zgjuar se është shumë i vakët dhe ka glabëruar gjithë loja provokuese që bën Rogerti dhe ka lënë këtë në hije, siç është e vërteta, nuk ka më situata, nuk ka një luajtje, ka vetëm një jetesë normale aty Mateo me diskutime të zakonshme dhe asgjë ndryshe në ato që jemi mësuar ta shikojmë ndoshta edhe në muajin e parë të Big Brotherit, por besoj që ka qenë vetëm situata e krevatit që ka bërë dinamike, i ka dhënë atit më shumë indicie apo edhe i ka dhënë më shumë mekanizma për të organizuar lojën e tij edhe me më shumë banor në shtëpi. Kjo tregon më pas se kush është
i Zotit të mbjetoj në pak banor për të nxjerrë situata, gjë që u pa edhe mbrëm në Prime, u diskutua për celulitin. Këta banore kanë humbur paksa atë fillin dhe janë në një lloj rehatliku që për mua nuk është i duhur në këtë pikë të lojës kur është. Por sidoqoftë kam pyetur djegësit e mi se si e kanë parë qëndrimin e Monikës me 4 pyetje, ku më shumë përqindje ka marrë që Mona kërkon të ndaj miri nga Rogerti me 42%, pra mbi 700 vota. Më pas ka marrë përqindje dhe që Mona do miri në luftë me Selin dhe jo me Rogertin, pra duke i dhënë sinjale. Më pak kanë votuar për le të themi pjesën që Mona është me Selin dhe më pak vota ka marrë që Mona hodhi një shaksh për lojë pro mirit. Por miri çfarë bëri edhe gjatë Prime-it, por edhe pas Prime-it dhe në ditën e sotme, ai tha që unë nuk e bëj këtë që kërkon produksioni, unë nuk e bëj këtë që më këshillohet edhe nga studioja që unë të godas Selinën, pasi kështu ajo do të ngrihet dhe unë do të humbas. Unë nuk e bëj këtë lojë, unë nuk e bëj që ajo të shpallet fituese, pra ka folur trotsh miri. E ka një lloj të drejtë se ti nuk mund t'ja imponosh edhe nuk mund ta drejtosh lojtarin të bëj atë që ti synon dhe dëshiron. Pra këtu e kam për komente që i vinë nga studioja, por mbetet për të parë se deri më tani nuk ka një ngritje me Selin Miri as me Rogertin, pra është një qetësi absolute, siç e përmendi edhe vetë kush e ka ndjekur paradite, që bënte batuta në lidhje me Rogertin për ato që i tha Monika dhe Arbri mbrëm në Prime, që i e mpirë, të ka bërë gjilpërën, të ka i hipnotizuar, i e bërë vegël, i e bërë ushtar, i e bërë kështu ashtu në ato që i kemi parë dhe i kemi dëgjuar. Por për këtë bisedën që kishte Miri dhe Rogerti, unë sërish kam pyetur audiencën se pse është kjo stepje, pse nuk do për shembull që të ketë një lloj përballje Miri për gjithë situata, dinamika dhe të ketë një lloj favorizimi për ta rrëzuar si lojtari dhe ky të shkojë me pretendimin e tij, si sot kush është këtu drejt finales dhe ta fitojë siç pretendon dhe dëshiron Miri. Më së shumti janë përgjigjur 4 le të themi pikave që unë kam vënë që këtë Big Brother fiton Mateo, por përse Miri ka këtë qasje që nuk do të sulmoj Selinën, është që nuk ka fuqi të bëj, edhe ka marrë diku tek 600 vota, kurse Selinin po e fuqizon produksioni, pasi edhe kjo vetë nuk ka situata, edhe kjo ka marrë goxha vota, diku tek 500. Pra sidoqoftë jemi në këtë situatë që edhe unë po e shikoj dhe po e komentoj, nuk ka situata të reja, nuk ka ngacmime, po detyrohet Rogerti të bëjë inskrinime me Juela, siç e kemi parë që po e fendon, po i thotë ti je dobët, nuk je aftë, kështu. Ndoshta edhe thjesht për ta ndihmuar, pasi është në nominime, mund ta shikoj të rrezikuar, por edhe si person ngacmues gricësh që është Rogerti, le të themi nuk rri dot pa bërë pisa, apo siç komentonte edhe puthjen e Brikenës. Ne Brikenën e kemi parë të emocionuar dhe kur u fut në mëngjesin e sotëm Seno, por edhe kur u rifut nga muri Kristi, ajo është e ndjeshme dhe këtë ndjeshmërinë e saj, këtë vërtetësinë e saj nuk ka kursesi se si ta bëj me skenar, se nuk mund të prekesh, nuk mund të emocionohesh, nuk mund të dridhesh. Edhe mbrëm kur ishte në atë dhomën së bashku me Malin, ku do të merrte ajo përgjigjen apo do të mësonte emrin se kush do të dilte, e duke u rikthyer tek situatat e përditshme të shtëpisë, siç thash, Rogerti është ngacmues. Ishte fillimisht ky i fundit që ftoi Selinin për një kafe në hotel, e tani sot, në mëngjesin e sotëm, ftoi dhe Mateon për të takuar në hotel. Nuk e di pse ka këtë tendencën e hotelit, tha hajde në Selit, mos hajde me shokut, duke provokuar në surprizën që mori mbrëm Mateo me djemt e palestrës. Pra ka një lloj tendence Rogerti që nuk i ikon kurrë me këto provokime, me këto takime, me kafe në hotele, shumë e çuditshme, pse i ka mbetur mendja aty, pse ka këtë lloj strategjie, Selita për çfarë është e njohur. Të gjitha këto Rogerti sigurisht që i përdor në kuadër të lojës, por ku bëhet kaq shumë shkelse, kaq shumë evazive dhe kaq shumë shablon dhe që i shkel çdo gjë me këmbë, për mua nuk është se të mbetet edhe do një figurë e lartësuar, se në fund të ditës po bëm veprime kalamajsh, hajde takojmë këtu, takojmë atje, këto provokime nuk pinë më ujë. E ka marrë përgjigjen Rogerti kur i bëri me Selin, nuk e di pse tentoi sërish ta bënte me Mateon, se mbrëm në Prime më tha unë nuk e konsideroj si lojtare, shikoj të dobët, nuk ka situatë tjetër përveç se me Brikenën, edhe e shikojmë non stop së bashku me Mirin që kanë tendencën
për ta goditur, për ta gjuajtur, për ta dobësuar, për ta provokuar, se e din të gjithë peshën dhe e din frikën që nëse do të shkojnë të 4 të 5 në finale, fitoria do të jetë e ngushtë, besoj unë me disë dy personazheve, Selin dhe Mateo. Kjo ishte edhe troçmëri di një përmbledhje e dinamikave që ndodhen para ditën e sotme, por edhe atyre që ndodhen në Prime. Do doja të dija mendimin tuaj si e pat pusjen e famshme më në fund midis Brikenës dhe Mateos. A ju duken 100% real apo ka dhe ngacmime dhe element të lojës? Si e shikoni që Miri është dorëzuar komplet tani më thjesht po ushqehet, po jeton ato shtëpikat, debate të vogla, por edhe këtë ngacmimin e Rogertit me banorët e tjerë, por edhe disa që i tha ti s'më tregon mua se ku duhet të bëj unë debate, pra është një lloj rrengu apo një lloj plani që e kishin mbrëm, por edhe diku më duken të vërtet se i tha nuk mund të më përdorësh mua siç përdor Juelën. Jemi në fund e sigurisht që gjithsecili do dojë që të qëndrojë më shumë në atë shtëpi dhe të preki finalen, por me ikjen e Stenaldës, ku ikën dhe një lloj sikleti që është parë dhe është perceptuar në publik se kush do të shkojë, pasi janë shumë personazhe që e duan finalen dhe e meritojnë të shkojnë drejt saj. Por më kryesorja mos harroni të bëni edhe subscribe kanalit ton Koha Jon në YouTube.